Dy nga vallet më përfaqësuese të trevës së Myzeqes, Dyshja Myzeqare dhe Vallja e Ngjallës, janë shpallur së fundmi pasuri kombëtare, duke marrë një vlerësim të rëndësishëm për trashëgiminë kulturore të zonës. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon, përgjegjësi i Muzeut Historik të Lushnjës, Niko Ferro, u shpreh se ky vlerësim është një moment i rëndësishëm për kulturën dhe traditën e Myzeqes, pasi këto valle përfaqësojnë identitetin dhe historinë e kësaj treve dhe kanë qenë pjesë e rëndësishme e aktiviteteve kulturore ndër vite. Ai theksoi se shpallja e këtyre valleve si pasuri kulturore u bë disa ditë më parë nga Qendra e Veprimtarive Kulturore në Tiranë, duke i dhënë atyre statusin e merituar dhe duke garantuar ruajtjen dhe promovimin e tyre për brezat e ardhshëm. Ferro vlerësoi gjithashtu edhe kontributin e kryebashkiakes së Lushnjës Eriselda Sefa për mbështetjen dhe promovimin e vlerave kulturore dhe artistike të zonës, duke theksuar se bashkëpunimi institucional ka qenë i rëndësishëm në ruajtjen dhe përcjelljen e traditave të Myzeqes. Dyshja Myzeqare dhe Vallja e Ngjallës mbeten ndër elementët më të spikatur të folklorit të kësaj treve dhe vazhdojnë të performohen në aktivitete tradicionale, duke mbajtur gjallë identitetin dhe trashëgiminë kulturore të Myzeqes. Duke filluar nga kjo javë, Vallja Dyshja Myzeqare dhe Vallja e Ngjallës janë shpallur pasuri kombëtare. Këto pasuri që ekzekutohen midis zonës së Lushnjës, Divjakës dhe Fierit, nuk janë vetëm të Myzeqes, por janë të gjithë Shqipërisë. Bashkia e Lushnjës punoi për disa muaj rresht që të dyja këto valle të përfaqësoheshin denjësisht dhe të merrnin dhe vlerësimin e duhur. U arrit mbledhja e dokumentacionit, e firmave dhe plotësimi i dosjeve, sepse këto ishin shumë të rëndësishme, dhe u zbërthyer edhe nga ana koreografike, ku u mblodhen gjithashtu të dhëna, dëshmie dhe botime të bëra më hershëm, dhe gjithashtu edhe letër referencat të dhëna nga personazhet kryesore, që unë gjej rastin t'i falenderoj: Kozeta Bakiu, Genc Kastrati, Leonard Moni, Leonard Suziu, të gjithë këta punuan bashkë, që ne sot me shumë kënaqësi i kemi pasuri kombëtare. Dhe Bashkia e Lushnjës ka meritën që e mori përsipër dhe e kreu me sukses organizimin, që këto dy valle mos të mbeteshin thjesht në nivel lokal, por të merrnin të status shumë pritur që është kombëtare. Unë mendoj që ato duhen shpallur edhe pasuri të UNESCO-s, por ky është një hap tjetër që ne do të ndjekim hap pas hapi pak më vonë. A do kishit ju në një mesazh në lidhje me ata që promovojnë vallet, trashëgiminë kulturore, që këto valle të mbeten edhe në trashëgiminë në breza? Institucioneve, qendra kulturore e fëmijëve, ansamblet, por edhe në mënyrë private që ato u kaluan dhe u mësuan fëmijëve, të ruajmë originalitetin, mos të fusim element që nuk janë pjesë e vallës Dyshe apo e vallës së Ngjallës. Të dyja kanë karakteristikat e tyre. Vallja Dyshe Myzeqare edhe ajo ka variante nga më të ndryshmet, për shembull në Fjeshegan, në Bubullim, në Divjak, apo në zonën e Bofshës, ku dallimi shikohet nga duart, nga të ngriturat, apo nga mënyra e kthimit, e shtruar. Pra të gjitha këto kanë detaje specifike. E mia do ishte që mos të futen element që nuk i përkasin vallës Dyshe. Pra të ruhet originaliteti. Ashtu është edhe për Vallën e Ngjallës. Pjesa më e madhe njësi humoristike, realisht nuk është humoristike, ajo është valle rituale, që ka lënë gjurmë dhe është një nga ndër më të vjetrat, që vazhdon dhe ekzekutohet në Lushnjë më së shumti, në Divjak edhe deri diku dhe në afërsitë të Liboshës apo edhe në zonën e Fierit.